Por topi është ende brenda vijave kufizuese. Vjen ky krosim, çojma do të kemi gol plana, mundësia këtu dhe çfarë pritje. Çfarë super pritje nga Artan Iljazi. Shpëton skuadra Ballkanit me shumë fat. Shumë fat për vendasit. Historikisht, skuadra Ballkanit ka rezultate fantastike në duelet kundër Dugazhinit dhe ja mundësia tani Tolaj goditja aty. Edhe një herë Tolaj. Mbi por gjuan rast shumë i mirë për vendasit, por nuk vjen goli. Diene, e gjen hapësirën, vjen goditja, rrjet e jashtme. Një krosim tani drejt zonës tu. Ismail Keci me temtimin pretendot për penalti, mirë po është jashtë, do tjetë ndërprerje. Ja po shojmë edhe njerë tjetër këtu ndërkohë. është penalti për skuadrën e Ballkanit. Ka qenë brenda vijave këtu, Mërlaku. Në goditje nga pika bardh, nisët Kryeziu, goditja aty, por fundon në rjet Ballkani në ebërsi 1-0. Vendasit festojnë në stadiumin e qytetit. Almir Kryeziu. Mirë lëvizja, vjen krosimi, shansi për 2-0, Diene me goditjen, intervenon portieri Lekaj. Topi në krah, tjetër mundësi për Dugazhinin, vjen krosimi, rasti këtu dhe shtylla, e pabesueshme, kjo është e pabesueshme. Si ka mundësi të ndodh kjo çfarë, rasti lëshon skuadra e Dugazhinit. Mirë driblimi i Sufi, arkimi ti Albion plana goditja! Arrin të shënoj lojtari më shtatë shkurtër në fush. Mirë po njëri prej futbolistëve me mos shumë t'i grind dhe luft në Super League. Një lojtari cili nuk dorëzohet asnjëherë dhe në asnjë situatë. 1-1 rezultati, Albion plana. Një arkim fenomenal i Dienit i Sufit. Dhe Dugazhini barazon shifrat në 1-1. Goli bukur me kokë nga ai i cili pritej mos o paku të shënonte në këtë mënyrë. 15 minuta nga fundi. Por Dugazhini mbetet para me kushtrim Gashin. Mirë lëvizja Altin Mërlaku, shansi tani vjen arkimi, jo! Topi para zonës, tani shansi Ballkanit, Ajazaj. Ishtiri në fushë është mërkim, Pevqeli, rasti Ballkanit, Tolaj! Sekundi fundit! Ballkani arrin të shënoj, superhero, super blejar Tolaj, çfarë fitore! E pabesueshme, krejt në frymën e fundit! Ndodhe dhe kjo të nderuar shikues! Goditja e fundit i sjell fitoren skuadrës nga Suareka. E kush tjetër mund të ishte në një moment të tillë post Tolajt. Sa me fat Ballkani, mirë po për të bërë kampion nevojiten edhe fitore të tilla. Definitivisht gjyna i madh që të largon pa pikë nga Suareka, sepse patën paraqitje spektakolare.